11.8 kilometra rrugë që synojnë të përmirësojnë sigurinë në komunikacion, lëvizjen e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Kjo është distanca rrugës që ka filluar të rikonstruktohet nga Arllati deri në Malishev, arterja që lidh komunën e Drenasit dhe Malishevës. Projekti për rehabilitimin e kësaj rruge ka vlerën prej 1.85 milion eurosh. I pranishëm në ceremoninë e përërimit ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se me rikonstruktimin e kësaj rruge do të përfitojnë qytetarët e bizneset. Lidhja e qytetit të Malishevës me rrjetin rajonal e nacional të rrugëve, si dhe me autostradën Ibrahim Rogova, jep këtij segmenti vlerën e rëndësisë strategjike. Me rehabilitimin dhe modernizimin e rrugës do të lehtësohet lëvizja e qytetarëve, do të rritet siguria në komunikacion, do të krijohen kushte më të volitshme për qarkullimin e mallrave dhe për zhvillimin ekonomik. Rehabilitimi i kësaj rruge sipas Kurtit do të bëhet sipas standardeve evropiane. Elementet të rëndësishme që janë të parapara me këtë projekt për rikonstruktimin e rrugës janë edhe trotuaret në zonat e banuara dhe vendalesat apo stacionet për autobus. Sigurisht, pas rikonstruktimit, rruga do të plotësohet me sinjalizim edhe horizontal edhe vertikal, sipas standardeve evropiane. Ministri në detyrë infrastrukturës Dimal Basha tha se kjo është investimi i dytë i madh rrugor në Malishev brenda 2 muajve. Në muajin maj, ku kemi filluar rehabilitimin e rrugës Kiev-Malishev, investim prej 2.4 milion euro. Tani jemi në një aks tjetër rrugor, Arllat-Malishev, investim mbi 1.8 milion euro. Me fjalë tjera, brenda 2 muajve qeveria Kurti po investon mbi 4.2 milion euro në komunën e Malishevës. Punimet për rehabilitimin e rrugës rajonale R110 Arllat-Malishev pritet të përfundojnë brenda 150 ditësh pune.